Element tjetër për pranimin e lutjes, apo kusht tjetër për pranimin e lutjes është përkushtimi në nështrimi dhe lutja me zemër të thyer. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam ka thonë: dijeni se Allahu i madhërisëm nuk i përgjigjet lutjes që del nga një zemër e shkujdesur. Mos thuaj o Zot ma jep këtë dhe atë, pa e pasur mendjen fare në ato që thua, por lutu me gjithë zemër dhe me përkushtim ndaj Allahut xheleshanu. Nëse ti nuk ja tregon realitetin Allahut xheleshanu, edhe pse ai e din realitetin, por ti mu bë ai që je, që ke nevojë për ta, ke nevojë për lutjen e tij, ke nevojë për përgjigjen e lutjes tënde, atëherë ti je duke u lutur me zemër të shkujdesur. Andaj edhe ka mundësi që të pranohen lutjet, ka mundësi që të refuzohen lutjet, për arsye se nuk je tamam të lut. Je të lut me mendje madhësi, je të lut me shkujdesje, je të lut pa siguri. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu thoshte: unë e di se kur më pranohet lutja. Sepse ka thonë, kur përkushtohet zemra, kur syri loton dhe kur trupi dridhet, atëherë pranohet lutja. Ti kur ta përkushton zemrën tënde ka shi lutjes që po ja bën të madhit Allah xheleshanu, kur syni yt loton, për shkak që po ja bën lutjen Allahut xheleshanu, dhe kur trupi yt dridhet, ka thonë Ibn Omeri, kjo është cilësi që tregon se ty po të pranohet lutja. Andaj ka thonë, unë e di kur pranohet lutja. Imam Ibn Hanbeli rahimullah alejh, Allahu qoftë i kënaqur me ta, çka ka thonë se çish duhet me u lut tek Allahu xheleshanu, për me tu pranu lutja. Ka thonë që duhet me u lut si ai person që gjendet mes të detit, i deti i trazum, ky e ka veç një dërras të majt për ata. Nuk pret ndihmë prej kërkuj, veç i drejtohet: o Zot më pështo, o Zot më pështo. Nëse ti nuk e gjen veten në këtë mënyrë para Allahut xheleshanu, edhe pse je i sigurt që tu, edhe pse nuk e din se nuk gjen belaja ty çtu, faktikisht ti nuk po e plotson kushtin tamam për me lut Zotin xheleshanu dhe për me i kërku Allahut xheleshanu. Andaj edhe ka mundësi nuk pranohet lutja.